Mos duhet ta përshëndesim gjë? Jo, çfarë do ai këtu? Lërë aty, do të vija jo. Nuk do të më lërë kur vetëm. Mas i dhe gjiri tjetër. Ky është kot. I gjori Lordi Urryes. Po tallesh, po kjo është gallat fare, po shohim një darkë interesante dhe një shfaqje. Ai e meriton këtë sepse është i padurueshëm. Nëse dikush do t'i jepte atij një mundësi, ndoshta nuk do t'ishte edhe aq i keq. Ndoshta ne duhet të merremi me punën tonë. Ati nuk i erdhi në takim vajza, nuk është fundi botës. Hey Peppers, mbreti i këtij planeti po gënjente. Vajza e tij e çal nuk erdhi në takim. Pa punë madhe. Do të vinë anije. Do të vë përpara një tas me akullore me vanilje. Do ta hedh në erë këtë planet me gjithë mbretërinë. Me sa shoh, qën ka fundi i botës. Mos, kjo është një fatkeqësi. Duhet të gjejmë atij një kandidate zëvendësuese në të kundër vlerësimit, i do të bjerë shumë poshtë. Gjithashtu edhe planeti do të shkatërrohet. Është shumë e lehtë ta thuash dhe e vështirë ta bësh. Shëtitës, kush njeri me mend në kokë do të dilte në takim me Lordin Urryes? Nuk duhet paguaj faturë nëse marr vetëm bukë apo jo. Jo, nuk mund ta besoj që një vajzë beqare dhe e hishme si puna ime e lën vetëm. Ndjem kaq e refuzuar dhe kaq e lënduar. Ndale numrimin mbrapsht. Gjërat po fillojnë të bëhen shumë interesante. E di që shpërthimi nuk është ide dhe aq e keqe. Pra Sil, fati i planetit varet nga biseda jote nga zëllyese gjatë kësaj darke. Gjithçka që duhet të bësh është të bësh atë që të ndihet mirë dhe me vetbesim. Ai po vjen këtu, po funksionon. Në të vërtet jo. Paraj se si mungon një angel, sepse unë jam këtu, shikon. Më hape barkun. Të gjojnë simpatiko? Më bure në siklet, vërtet. Është e qartë që të gjithë më njohin mua këtu. Lordi Urryes i madhe kriminali. Dhe ju jeni? Nuk e di. Linguini, bon, breadstick, shkurt më thritlin. Bon? Interesante. Brit, njemi gjë bashkë ne. Jo, nuk besoj. Nuk jeni ju zënjusha me fat që kaloni natën më të bukur të jetës tuaj? Dhe kjo është origjina tepër sekrete e diktatorit më madhështor të galaktikës. Unë jam shumë ma gjepsës, apo jo, si mendon? Ju kërkoj ndjes, zënjush, ndoshta duhet porosisti diçka të veçantë në menu. Vetë timat e tua vezulluese janë kaq me maj. E di. E beson të që sot u rëzova nga krevati? Let porosisim. Dhe ndërkohë më thuaj çfarë të pëlqen më shumë tek unë. Është vetëm një darkë, është vetëm një darkë, është vetëm një darkë. Pra,